Mirëmbrëma miq, në studio të VV Show kam kryetarin e komunës së Junikut, zotin Rushdi Shehu. Është veç me mu, nuk është visari në këtë bashkëbisedim. Sidoqoftë, besoj që do t'ja dalë vetë, që ti të bëjmë një intervistë në mënyrë që qytetarët e Junikut ta njohin kryetarin e tyre, i cili është kandidatët për një mandat tjetër, në një dimension tjetër, për cilin nuk besoj që ka folur më parë. Zoti Shehu, mirë se erdhe. Faleminderit, me sa vërgjeta. Rrugë e gjatë për Junikut e këtu? Është e gjatë, po e lehtë tashni. Megjithatë me pengesa, rruga e pa kryme. Po, akoma ngarkesa të mëdha kanë komunikacion, rrugë pa përfunduar akoma, po duhet të ikim në afër 3 orë pe Junikut deri në Prishtinë. Qysh arritim me hymi dëpërtua kës në Junik? Sepse kam pas një blok komunash. Gjakova, Deçani, një kohë kam pas edhe Pejen. Tani edhe Klinën. Klinën, Sareken, Ravecin, pra një pjesë e madhe rrafshit e Dugaxhinit, i përkiste Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe në komunën më në qashtë e Dugaxhinit, jo si kandidat i LDK-s fituat. Si është e mundur? Thëmë të drejtën, komuna Junikut është themeluar në 2005 me një organizim të ri që është bërë atëherë në nivel vendi pas çlirimit të Kosovës. Dhe në këtë drejtim si pilot njësi unë kam qenë një emëruar kryeshef ekzekutiv në themelim të komunës. Prandaj në gjatë punës sime për ta certifikuar komunën dhe kapacitetet për t'i ngritur, është qenë një punë angazhim jashtëzakonisht i madh, por edhe kemi pas rreth vetes profesionistë të mirë, të cilën kanë punuar me zell shumë të madh dhe komuna është certifikuar diku në vitin 2006-2008 vërtet, nëse s'kam bëj. Prandaj pas certifikimit unë nuk kam kandiduar në zgjedhjet e 2009-s në komunë. Isha i angazhuar në Ministrinë në Qeverinë e Kosovës, fillimisht në administratën tatimore, pastaj në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Kthimi i Junikut është bërë me kërkesë të vetë qytetarëve, të cilët kanë kërkuar nga unë që të shkoj dhe të shërbej dhe të marr timonin e drejtimit të komunës, dhe në 2021 vendosa që të kthehem dhe të garoj në garë, të futem, dhe qytetarët më dhanë besimin që unë të drejtoj komunën e Junikut. Pse deshën ata ty? Ata me kanë njoftër edhe para luftën nga vitet e 90-ta, unë kom udhëheq këshillin edhe financave në Junik dhe kemi bë aktivitete edhe politike në atë periudhë, ku kemi krijuar një sistem të pavarur, unë e quaj gjithmonë, të Këshillit Qendror të Financave dhe të këshillave komunale të financimit, për ta mbajtur jetën gjallë edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në asistencë sociale, që Juniki i ka ndajt këshill dhe ka ndihmuar dhe na ka mbështetur që ky sistem të jetë i fuqishëm për të mbrojtur qytetarët dhe popullatën e Junikut. Është Juniku sot komunë, tamam komunë? Juniku është tamam komunë, e certifikuar, ka të gjitha. Nuk po flas në planin administrativ, në planin e funksionimit. Ka disa fshatra, ka një bjeshtë të madhe, ndërkohë nuk ka buxhet të mjaftueshëm. Juniku është ka një territor jashtëzakonisht të madh, 78 km2, që mund të krahasohet me komuna tjera që kanë këtë territor. Dhe në këtë drejtim kapaciteti ka të kufizuara për shkak të buxhetit dhe cila nuk të jerë është buxheti hartohet në bazë të numrit banorëve, është një kriter standard që e kanë vendosur. Bazë të numrit banorëve. Në anën tjetër ne duhet të ofrojmë shërbime deri në bjeshkët e Junikut atje. Për çdo rast që ta mirëmbajmë rrugën, të kujdesemi për raste të. Sa është buxheti aktualisht? Buxheti aktualisht krejt është një 2,5 milionë euro. 2,5 milionë veç mirëmbajtje, paga me ditë, kështu është pak e lema me shumë i vogël. Me kry investime. Është shumë i vogël buxheti, është e vërtet, por unë kam hartu projekte, kam bërë një ekip të mirë, edhe operatorë të jashtëm, të cilët e them të jashtëm jashtë komunës janë, dhe në këtë drejtim kemi konkuruar qoftë në fondet e BE-s, qoftë në Ministritë e Linjës, duke bazuar në projektet që kanë qenë mirë të hartuara, të dizajnuara, kemi gjetur dhe kemi thithur mjete për të investuar në komunën e Junikut. Pra, mundësia për investime atje, duke qenë se është e kufizuar, duhet të kryhet më shumë nga qeveria, nga donacionet e huaja. Po, është e vërtet nga Ministritë e Linjës që kemi aplikuar dhe është
me gjithë që buxheti i Kosovës është i centralizuar, edhe tyrat doganore, të administratës tatimore, gjitha tyrat janë të centralizuara në Kosovë. Prandaj edhe bëhet shpërndarja sipas projekteve dhe mundësive që ka Ministritë e Linjës nëpër komunat e Kosovës. Unë kam arritur që gjatë këtij mandati rreth 11 milion të kemi investime në 11 milion. 11 milion. Janë të mjaftueshme për Uniku? Jo, nuk janë të mjaftueshme dhe prandaj edhe unë kam vendosur edhe një herë të garoj edhe për një mandat në mënyrë që të finalizoj dhe të bëj Unikun të jetueshëm edhe të zhvilluar dhe të ketë qëndrueshmëri. Këtu kanë kryetar tjerë të komunave. Disa prej tyre thonë se vetëm infrastruktura vetë se është përfunduar. Me ujësjellsi diçka tjetër. Në Unik, a janë kry këto puna, ka ende punë? Në Unik, në qeverisin që kemi themelim të komunës, kemi bë, ku kam qenë kryeshef ekzekutiv, edhe kemi nxjerrë mjete edhe për objektin e komunës, administratës ku ka është ndërtu, edhe për gjimnazin ku vendi i Unikut, kemi nxjerrë mjete edhe për kanalizimin e ujit, fontet e BE-s që kanë qenë atëherë, dhe besoj se me këto investimet që unë kam bërë deri me tani prap kam parapallë në mandatin e dytë do të ketë për kanalizimin sekondare, ta quaj që duhet të lidhet me rrjetin primar. Kemi punu mjaft, po ka nevojë prap mjaft të punohet këtë drejtim sepse kemi edhe Bjeshken edhe 2 fshatra tjerë Gjoca e Jasiç, të cilat duhet të përkrahen me një infrastrukturë të domosdoshme sepse janë fshatra malore, mbi 700 metra nënsi mbi detare, që e lidh Uniku lidhet me rrugën Unik, Gjocaj dhe Gjerovic që është ky projekti për asfaltimin e rrugës e cili është përfunduar deri në grob të Renikut. Çka është investu deri tash për to 4 vjet? Kemi ndërtuar rrugën që lidh Gjerovicën, Bjeshken, kemi ndërtuar shkollën fillore Edmund Hoxha në Unik, që ka ere me të gjitha pajisjet, laboratorët, është furnizimi laboratorët kimisë, biologjisë, ashtu edhe të IT-s, por edhe laboratorit, e kemi edhe pajisjet për sallën për edukatës fizike që është funksionale, e plotësisht e kryer. Përveç kësaj ne kemi investuar në qerrën e fëmijëve dhe kopshtin e fëmijëve, kemi ndërtuar edhe një pjesën e ndarë e objektit të shkollës fillore, se ka qenë mosha 3 deri në 5 vjeç kanë qenë duke vazhduar mësimet në shkollën e objektit fillore të mesmetull. Tani kemi bërë të veçantë dhe kemi shkput krejt dhe tani në Unik ka mundësi që prej moshës 9 muajsh deri në moshën 5 vjeçare të kryen qerrë fëmijëve të trajtojnë fëmijët e qytetarëve të Unikut. Po projektet e ardhshme, zoti Shehu? Projektet e ardhshme janë që unë me fort të drejtën edhe një projekt se GAPI dhe shumë institucione që monitorojnë komunën në Rrugë jemi mbi 90% të premtimeve realizuar. Ata e kanë thënë atë punën. Prandaj neve ne kanë me disa 2 projekte që kam menduar dhe ato është dashur të kryen gjatë mandatit 4 vjeçar për shkak të obligimeve, kontratave të dëmshme që kam trashëguar nga qeverisja e kaluar që ka udhëhequr AKEA dhe kontrata kolektive ka damtuar dhe nuk kemi mujtë të fillojmë edhe këto 2 projekte si ka qenë Ljumi Renik dhe rregullimi i qendrës apo sheshit të qendrës. Ju keni një 5 prioritete kryesore për mandatin e ardhshëm. Po. Është ndërtimi i shtratit të Ljumit të Renik me infrastrukturë përcjellëse. Është ndërtimi i rrjetit të energjisë elektrike për Bjeshken e Unikut. Është ndërtimi i sheshit të qendrës së Unikut, Urbon 4, edhe kemi një palestër sportive të mbyllur që do ta bëjmë, edhe kemi palestrën një fushë sportive të hapur do të jetë në një lagje atje më të madhe që është në Berish, si edhe kemi paraparë të ndërtojmë edhe kaptazhe për rezervat e ujit të pjesë. Furnizim të qëndrueshëm që të kenë banorët e Unikut, për shkak të thatësinë dhe ekosistemi është në një farë lloj krize që ka ndryshime të mëdha, edhe në këtë drejtim kemi marrë parasysh. Unë kam bërë shërbimet shëndetësore 12 vite kanë qenë, i kam bërë 24 orë për qytetarët e komunës së Unikut. Të gjitha shërbimet merren në qendrën kryesore të fiksisë familjare, bëhen vizita paliative edhe në teren sipas nevojës e rasteve që janë të rënda. Njëkohësisht kemi aktivizuar edhe Ndegenin i cili ka qenë aty, i blerë, por nuk është aktivizuar asnjëherë. Uniku vazhdon me qenë i fshatë, pra nuk e ka statusin e një qyteti. Sa ka gjasa që ai vend banem, ajo komunë të kthehet në një qytet të vogël, pjetueshëm,
me ajër të pastër, me infrastrukturë, apo do të vazhdoj të ngelet kështu siç është? Unë bet edhe pa e thënë edhe tjetër, Uniku ka ndryshuar, nëse kush vjen tani edhe nëse s'keni ardhur akoma ju bebi, e shihni se kemi ndërtuar rrugën Unik Rastovic, e ndërtuar në vitin 1976. Do dalim pak të turizmit. Dhe kemi ndërtuar atë rrugë me gjitha standardet evropiane. Kemi vendos trotuare, kemi vendos ndriçim publik smart të mençur apo inteligjent. Prandaj Unike ka ndryshuar më të madhe, ka ndryshuar, por ka nevojë prapë edhe një mandat që të kryejmë dhe të finalizojmë gjitha projektet që unë i kam identifikuar me ekipin tim që Unikin e bëjnë një qytet të bukur sepse është shumë i pastër dhe ka peizazhe dhe mbyetje, ka jashtëzakonisht e mira sidomos si Bjeshka apo maja më e lartë që është Gjërovica në Unik, është e frekuentuar çdo vikend nga tërë Kosova apo edhe nga shtetet përreth dhe të BE-s që kanë vizituar kohët e fundit. Çfarë statusi ka Bjeshka e Unikut? Ajo është në kuadër të parkeve nacionale, nacional, gjitha tjera që janë, edhe Bjeshka e Unikut ka status. Ky është pak një ngulfatje sepse është shumë poshtë territori i Bjeshkëve të Nemre, atëherë kur e kanë shpallë Park Nacional, jo vetëm për Unikën, por edhe për komunat që janë Beçani, Peja, Istogi, ka bërë kufizime jashtëzakonisht të mëdha, që është bërë shpallja, është dashur lejohet hapësira ku mund të bëhet një park nacional që e të ketë arsyetime pse do të bëhet, pjesa tjetër dashur të jetë për nevojat e zhvillimit ekonomik. Po pra, me gjithat Bjeshk, me majën më të lartë, me krejt ato bukuri, me pas kufizime, me thonë duket e pa kuptim, po me gjithatë ekzistojnë forma të zhvillimit, tipi staneve, tipi i turizmit malor, agrar, kështu. Sa është e zhvilluar, sa shfrytëzohet Bjeshka për... Është deri më tani mund të themi se kemi një 5500 njësi objekte të quaj bujtina, që dalin familjet e Unikut në Bjeshkën e Unikut. Zakonisht një pjesë të tyre i shfrytëzojnë edhe për turistat cilët kanë mundësi për një pjesë shumë e vogël. Edhe është ndërtuar një objekt hotelier që është atje, ka një 35 shtetër që ashtu. Ato i shfrytëzojnë, por nuk janë të mjaftueshme në krahasim kërkesave dhe vizitorëve që bëhet në Bjeshkën e Unikut. Prandaj Parku Nacional ka bërë kufizime, por tash ekziston mundësia me ligjin e planit hapësinor të Bjeshkës të Namna, jep mundësi që investitorët të interesohen të paraqesin projekte të investive dhe në këtë drejtim në komunë, pastaj përmes komunës dhe Ministrinë e Rinjës do shqyrtohen. A mundet Uniku me mbjetu me këtë buxhet që e ka dhe a shihni turizmin si mundësi që të forcohet financiarisht? Zhvillimi i turizmit ndikon direkt në zhvillimin ekonomik në qendër të Unikut apo në Unikun atje poshtë. Si thaj, është një fshat, ka ndryshuar pamjen. Uniku ka filluar pemtaria, është zhvilluar jashtëzakonisht e madhe, janë brezat, boronicat që po mbjellen me hektar tokë kanë fermerë aty. Pastaj kemi blegtorin, është një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm, por ajo është më qendrore është se Uniku ka një tokë të pjellshme dhe ka një ambient jashtëzakonisht të pastër, qoftë në qendrën e Unikut që është e urbanizuar apo në Bjeshkët e Unikut. Ju keni punu vetë në ATK. Ky lloj zhvillimi ekonomik, megjithatë nuk është që paguhet shumë tatim. Është dorën zemër, edhe për blegtorisë, edhe për pemtarisë, edhe për këtyne kultivim më shumë si biznese familjare janë. Unë po flas për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Një projekt i propozuar nga komuna se si do të dukej Bjeshka e Unikut, me një qendër skijimi të mundshme, po flas për një plan të madh të zhvillimit, sepse e ka edhe borën, e ka edhe e ka verën edhe dimrin. Po pra. Dhe gjatësia me kohës në dimër është më e gjata në Bjeshkët e Unikut. Do thotë deri në muajin maj ke mundësi të rshitës në Bjeshkë. Unë ju kom qasë kësaj problematike, kom bërë një studim fizibiliteti për Bjeshkët e Unikut, që më kanë mbështetur ambasadat zvicerane dhe Swiss Kontakti. Me bazën e studimit të fizibilitetit, tani unë kom paraqit dhe projekte konkrete në Bjeshkë. Projekt konkret është ndërtimi i ski liftit, i cili është përcaktuar sipas helumtuesve dhe ndaj ekspertëve të fushë që kanë qenë të jashtëm,
Ne kanë hartu dhe mbi bazën e këtij studimi fizibiliteti ne do të fillojmë tash edhe ndërtimin e ski liftit në Bjeshkën Unik. Sa mund të ushtoj ky projekt? Projektin është aty në qytetar është rreth 1 milioner është, nuk është më i madh për A ekziston mundësia për partneritet publiko-privat? Ekziston edhe mundësia për partneritet. Apo për krejt privat? Edhe për krejt privat, do të thotë është forma më e mirë, sepse ajo do të funksionojë më mirë, do të mirëbëhet edhe më mirë. Në këtë mundësi ekzistojnë mundësitë. Unë para 2-3 muajve kam gjetë, kur kam marrë në fillim të detyrës, se kam shumë një pëlqim për investim të 42 milion shëndrimin e tokës kategorisë 5-6 në tokë diellore për këto parqet solare. Dhe tani ai veç ka marrë drejtën jeshile edhe në nivelin qendror dhe shumë shpejt pritet ky investim të fillojë në Unik. Si u ka shku fushata këto ditë? Fushata është ju punu, jemi të ju bashkëbisedu me strukturat, me elektoratin, në çdo kënd, në çdo lagje, po i takoj të gjithë unikasit e mi, po njëkohësisht kontaktu dhe jam në kontakt vazhdueshëm edhe me mërgatën tonë që kemi në diasporë. Uniku ka mërgat gjatë të zhvilluar. Derisa po bisedom me herët këto, treguat që 2011 Uniku i ka pas 11.000 banor, apo ja? Po. Sot janë rreth 4.000 banor. Rreth 4.000, ashtu kanë mirë. Pse gjithë ky migrim nga Uniku? Ky migrim është, them të drejtën, Uniku, qeverisjet e kaluara nuk kanë kriju as klimë, ambient që të jetohet aty, për shkak të shumë skandaleve që kanë ndodhur gjatë qeverisjes së Akes. Edhe në këtë drejtim njerëzit fillon të hupin shpresën dhe filloi një ikje, një migrim në perëndim. Ka pas diasporë të fortë përpara, edhe para luftës që ka, dhe tash ajo diaspora e cila është ka tërheq secili një antar të familjes. Prandaj edhe kemi një ramje kështu të numrit po unë jam kontakt shumë me ta dhe çdo vit i pres në komune, bëjmë një organizim, një pije përbashkë dhe ndrojmë mendime dhe bashkë bisedojmë për nevojat se si me e bo zhvillimin e Unikut, sepse ata kanë një kapital, jashtëzakonisht kanë shumë prej tyre kanë kapitale të mëdha, janë të interesuar të investojnë në turizëm dhe në këtë drejtim po shpresojmë se gjatë vitit mandatit tjetër që të kemi lëvizje pozitive edhe nga Ministritë e Linjës, sepse duhet hek disa barierat që kërkojnë kohë të gjatë për të dhënë një pëlqim apo për të lidhur një partneritet për të investuar në Bjeshkën e Unikut. Frikson ky shpopullim i Unikut? Shpopullimi i Unikut, sepse kjo ka një rrezik se me humbjen e banorëve Uniku mund ta humbë edhe statusin e komunës. Është e vërtetë që është shqetësuese është kjo, por hapësirat që do të kenë, mendoj Bergata janë do të kenë mundësi që të investojnë në Unik dhe unë jam në kontakt të vazhdueshëm me ta dhe kam pas investime nga Bergata në Unik. Sa mund bëj komuna që banorët më ndalë aty mos me? Neve jetën infrastrukturën e kemi përmirësuar. Ujë 24 orë kanë. Shërbimet shëndetësore 24 orë kanë. I subvencionojmë për bushit kemi dhënë subvencione në bashkëpunim edhe me organizata ndërkombëtare. Kemi dhënë subvencione për kategori cilat kanë nevojë apo janë me shëndet të dobët. Kemi përkrahur studentët me bursa çdo vit. Çdo vit do t'i përkrahojmë. Kemi përkrahur gratë në biznes. Përmes bashkëpunimit me fondet e ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare. Dhe në këtë drejtim është një zhvillim dhe një frymë tjetër në Unik. Ka ndryshuar. Ashtu sikur kam gjetur unë nuk është. I përmendet ndërkombëtarët, ambasadorët. Gjatë këtij mandati kam parë shumë herë që kanë qenë për vizita ambasadorët e akredituar në Kosovë, kryesisht e vendeve perëndimore apo siç njihet të Quintit. Po, është vërtet që kanë ardhur. Pse ky raport ky komunikimi pak më i veçantë? Është unë në çdo aktivitet dhe prasë me qenë në komunë, ku kam punuar në Ministritë e Linjës, kam shkuar dhe kam marrë pjesë në aktivitete ambasade, kam qenë edhe i ftuar në pozitën që kam ushtruar atë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Prandaj kjo lidhje ka vazhduar edhe më hershme ka qenë. Me ardhjen time kanë ardhur të gjitha ambasadorët e Kuintit, kanë qenë në Unik, kemi bashkëbiseduar së bashku dhe kam kërkuar mbështetjen e tyre për fonde sepse Uniki ka nevojë të ketë investime në mënyrë që të zhvillohet dhe të ndalet migrimi jashtë vendit. Nuk kam mungu për kraja ambasadorëve dhe kam afër 3 binjakëzime që i kam bërë gjatë këtij mandati. Kam një komunë bashki, komunën në Gjermani, kemi
E kemi në Amerikë, kam një qytet, një komune që është jam binjak zuatje dhe një në Kanada. Qa përfiton Uniku për këtyne binjakësit? Zakonisht këto kemi shkëmbimit e provojave dhe neve shpesh në fushat të arsimit dhe të shëndetësisë i delegojmë njerëzit të arsimit që të shohin provojat dhe praktikat më të mira të zhvillimit të procesit të arsimit në shtetet e perëndimit. Këto kanë qenë praktikat mira që janë marrë dhe ne tash e thash edhe më herët, tash në këtë mandat do të bëjmë arsimin tërditor. Zoti Sheho, ju po premtoni në arsim tërditor në kuadër të premtimit të përgjithshëm të LDK-s, sepse LDK-ja është e para që nisi këtë projekt në Prishtinë, i cili duket që po funksionon edhe po shtrihet edhe në për shkolla tjera, madje edhe në për fshatra. Në Unik sa ekziston mundësia për një gjë të tillë? Është mundësia. Sepse duhet një kuzhinë, duhen. Të gjitha i kemi përgatitur sepse ne kemi vetëm një shkollë fillore, nuk është krejtë grumbulluar aty, edhe kopshti dhe qerrja që është aty. Them të drejtën, të gjitha pajisjet janë i kemi furnizuar. Tash jemi veç në funksionalizim të menze, si ta quaj, po ajo është për shkak të procedurave tash të leje që kemi pas, me instalu dhe me pru, besoj se shumë shpejt. Unë kam lënë premtim brenda 4 vite, po shumë shpejt do ta bëj edhe mësimin tërditor. Do të thonë, qysh në vitin e parë të mandatit? Ajo është fokusi jonë që ta funksionalizojmë qerdhen dhe mësimin tërditor në komunën e Unik. Problemi i arsimit nuk është vetëm në Unik, Jo, pra është gjithandej, po flasun tash për sistemin, se përtej që mësimit gjithditor, që është diçka e jashtëzakonshme, sepse nxënësit kanë aktivitete, shumë nuk janë të uritun, kanë ushqim, kanë gjitha këto, po problemi i sistemit. Sistemi në shkollat e Unikut, në përgjithësi në rrafshin e Dugaxhinit, shkollat kanë qenë goxha të mira. Po. A ka rënje të cilësisë në arsim, apo ka ngritje, apo Them të drejtën, gjendja nuk ka qenë as pak mirë dhe tani neve me fol të drejtën kemi angazhu staf edhe jemi konkurse prap duke kërkuar staf profesional të landëve të lëndore si është kimi, biologji, kemi pas mas probleme dhe matematike. Tani kemi arrit që matematikë të rekrutojmë një profesoresh të mirë dhe në këtë drejtim ka një disiplinë dhe një rregull më i mirë është shifet kujdesi edhe bashkëpunimi me prindër, por edhe bashkëpunimi nxënës mësimdhënës është më i fort, është lidhë mirë dhe ka ky bashkëpunim me prindërit edhe me kuadrin që e kemi vendosur aty. Shpresoj, jo po shpresoj, po jam shumë i bindur se kanë ndryshime të mëdha. Pra, sot diskutohet që ka vende të punës në arsim, por s'mundesh me gjetë kuadro. Vërtet është. Dhe kjo lidhet natyrisht nuk është përgjegjësia juaj, është përgjegjësia e shtetit që nuk janë fokusuar në këto drejtime deficitare ku nuk janë më të lakmueshme prej nxënësve, studentëve për studiu, edhe për shkak se janë drejtime pak më të rënda, ndërkohë pagat në arsim vazhdojnë të qenë relativisht të ulta. Të ulta. Si keni raportet me kandidatët tjerë? Po mirë, unë nuk kam raportet të mira me gjithë qytetarët e komunës së Unikut. Unë 4 vite që po bëhen, nuk ka qytetar që s'ka shprehë interesim me anën e zyrën time që se kom prit. Dhe hartimin e projekteve kom pas bashkëpunim edhe me komunitetin. Pa komunitetin nuk zbatohen lehtë. Prandaj me kundër kandidatët nuk kam ndonjë qasje fortë, sepse 12 vite Agron Kuqi asnjë projekt nuk ka mund ta përfundoj. Shembull, e them. Asnjë. Të përfundoj. Një rrugë e ka shtruar, quhet Rruga Ali Baraktari. Pas 3 vite është doftë si e marrën detyrë me hek, me asfalt e me kanalizim të bëjtë të rej. Andaj du me Unik, i bërë, e investuar, milioner, i shkatruar totalisht është. I shkatruar. Të thotë, këtu më shumë, unë nuk e di si ka zgjatë 12 vjetë këtë mandat i tyre, por i kanë bërë dome jashtëzakonisht maja, ka pas afera. Dhe unë qeverisin time, jo që është qeverisur me durë të pastra edhe me ekipin, edhe nga une, po asnjë aferë nuk, vetëm kur mundohen të qesin të tjerët, të sajojnë, po këto nuk lenë se qytetarët e dinë dhe me njohin fort mirë. Cilën e shini më serioz në garë? Se kësha është vlerësim të përgjithshëm, fatos shala. Unë do të nisë ta shpjegoj çështjen në zgjedhjet nacionale, unë nuk kam kandiduar për deputet. Por kam qenë një drejtor të emrin Matriqi është.
Në zgjedhjet nacionale, komuna e Jonikut, LDK-ja është fituese e para e dalë. Agron Kuqi ka qenë kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare, por votat Jonik nuk i ka marrë. Ne kemi marrë, ne kemi dalë përmbi dhe kemi qenë partia e parë që i ka pri fuqisë elektoratit që ka dhënë besim për kandidatin tonë të LDK-s, zotin Demokrat Ganijej. Po, Jetmiri në si vlerësoni? Jetmiri është i djali i ri, shkollunën e pa lexova i ditë aty, që ka qenë edhe student i bursës Jungselcave që i kanë dhënë qeveria dhe Bashkimi Evropian. Është një djalë i ri, po pa përvojësh, në konsideroj në administratën e shtetit, është i pa përvojësh. Pra nuk shoh nuk shënë konkurrencë, nuk shoh konkurrencë. Çështja e kryetarit që është aktual sigurisht është nuk e di si, por nuk mund t'ja kaloj sepse un kam bashkëpunim të rregullt me qytetarët, kam bashkëpunim me Mërgatën të rregullt dhe besoj këtë drejtim se ne do të fitojmë zgjedhjet edhe në këtë mandat të ta marrim të qeverisin Jonikut. Me herën e parë apo? Me herën e parë pa balotazh. Pa balotazh. Pa balotazh. Nëse ju fitoni pa balotazh në zemër të rrafshit të Dukaxhinit, pra po du më këthy të ajo pyetja e parë, thuajse. Po. I keni hyrë AAK-s në atë territor. A mund ndikoj kjo fitoria ju e dyta edhe në pjesë tjera, apo do të vazhdojnë të mbajnë? Joniki ka qenë vatër e LDK-s. Edhe në zgjedhjet pas lufte, edhe gjatë lufte, para lufte në organizimin politik kemi qenë deg. Joniki ka marrë LDK-n në Jonik barën e tërë përgjegjësisë edhe të mbajtjen e arsimit. E ka mirëmbajtje edhe asistencën sociale, edhe në investime kapitale në bërë gjatë kohës e sistemit të pavarur që Mërgata ka ndihmu, ka investu për shembull për rregullimin e drejtarëve të dyrëve të shkollave se ishin të vjetra dhe ishte shkollë e vjetër. E dyta kemi bë komunën pas lufte. Komuna është bërë sepse kemi funksionuar si deg me barabartë me gjitha të qytetet e tjera të. Komunën e kemi bërë në 2001-ën, Brajmërgova atër ishte në fushatën ku kom dalë vetë me atër në zgjedhjet lokale, dhe është aty u thonë se Joniku meriton komunën. Joniku ka qenë komunë edhe para luftës atër, 1942 dhe në 1962. Okej. Nuk ka qenë të qari komunë. Ka qenë Irzniqi, Isniqi, Strelci, Joniku. Reformat që i ka bo atër aparati shtetëror serb, Jonikun e ka zhvendosë dhe ka qitë komunën dhe qenë. Janë shumë arsye atër tash nuk duhet të them, janë arsye se ishin brez kufitar me Shqipërinë. Është Joniku territorin që ka me Shqipërinë kufizohet dhe është tërhek me politikat e Serbisë atër e kanë hek komunën e Jonikut. Prandaj neve kemi punu dhe kemi certifiku komunën e Jonikut. Prej 2005 deri në 2008, faza pilotësisë, projekt pilot. Dhe ka treguar të gjitha matet vlerësimet edhe ndërkombëtarëve edhe tona të ekspertorë kanë treguar qëndrueshmërinë e komunës së Jonikut. Të pa pasuritë që i ka, potencialet që i ka komuna e Jonikut. Dhe fermerët që i ka jashtëzakonisht e mirë dhe të mëdhenj. Fermerë. Po. Sa është i zhvilluar, domethënë blegtoria atje, sa është bë për ta? Sepse tash është goxha vështirë me i majt blegtorët në bjeshk, sepse është vërtet. Të rinjt nuk duan të merren me atë biznes. Po, është me vërtet. atë punë. Po, është asa vërtet, por kanë edhe këto blegtorët që kanë akoma një traditë me hershme që i kanë bajë dhe me fanatizëm i këshyrin dhe shiqojnë dhe mirëmbajnë. Mirëmbajnë ato kopete veta që i kanë qofte kafshët apo të deleve që i kanë dhe shfrytëzojnë edhe bjeshken. Por nuk janë përkrah sa duhet. Vetëm një shembull mund ta marrë nëse më lejohet, më thonë. Për shembull, në vitin 2016, kryetari aktual që kandidat me mua, konkretisht bashkëshortja dhe vëllavit i tij, kanë përfitu grant për rritjen e sipërfaqeve të mbjella, pa u marrë kur me blegtori. Në 2016. Tash kanë përfitu grant për ndërtimin e pende të ujit për t'i ujitur atë pemtarin. Po. Asa ajo është e shkatruar. Shqo. 106.000 euro i ndhonë për këtë temë. Për këtë dikë të vogël, për ujitjen e plantazhit të kryetarit që ka në emrin të vllaut të vetë
Pra, fondet parat janë da, ndërkohë premtaria nuk është. Premtaria ekziston fizike, për shembull 2022, ju është një djegje, dhe në emën se kanë marrë subvencionim. Kishë frutave që i ka dhonë. Faktikisht asnjë frutë s'u dhonë. Pra nuk prodhon kjo. Nuk prodhon. Për shkak të mungesës të ujit, mungesës punës. Angazhimit, si jo punës, për punës o kryesorja, se ujit e ka, qërë kushtar dhe aty, është investimi 160.000 euro. Kjo është diga, do. Kjo është diga. Kjo s'është funksionale. Janë marrë parat, edhe nuk. E dyta kanë qenë afër 1 hektar gështenja, të 10 hektarë në krejt, gështenja, t'ju jepet fermerëve që merren me premtari, edhe këto i kanë ardhur për veti. I ka në placin ku ka atje të rruga që shpije për... A i ka hetu dikush, a duhet me hetu dikush? Sigurisht është dasht të hetuat. Të merren 160.000 euro dhe mos jetë funksional, dhe mos jetë as i fryt molla, kjo është papërgjësi totale. Të jepet të mirën gështenjat për fermerët, e ti merr vetë, edhe mos jetë as i fryt, kjo nuk mund të arsituohet. Apo kemi sipas informatës që kam edhe 2 traktore, 2 stërpakje të mëdha, motora traktore të ri për bujqësi që e marr. Nuk shifen ku të aktivizuar. Le të aktivizohen, le të punohet. Pse jo nuk e keni bën një auditim? Po këto janë bën për organizata ndërkombëtare dhe japin. Nuk ka shënim aty. Aty nuk kam gjetur në shënime kështu, po janë të fakture me këto që i them janë të sakta, të nxjerrura nga dhe të argumentuara fort mirë. Sepse kam qërku 2024 subvencionet që janë marrë për ta, qërku e në 2025, qërku e në emën ato, në do të shona, të familjarë ti. Po tina është, po i ka masku në emën të familjarë. Kanë të drejtë edhe ata me përfitu? Po, që kanë të drejtë ku jetojnë në Gjermani. Në Gjermani? Po. Që është kanë të drejtë, ku dunë. Mos t'ishte le të përfiton, po t'jetë funksionale, t'jep fryt, le të punëson, le të rritë punësimin. Aja është më rëndësi. Por jo. I keni informu organizatat ndërkombëtare për këto financuese? Po, i kam informuar dhe kam kryp edhe sqarime, unë e kam përmendur në debatin e parë, e ka 2 villa, bujtina janë marrë nga udhëheqësit komunal. Kryetari i komunës nga bërë, edhe mundon tam shef. Nuk qëndron ajo, dihet në unik është i vogël. Thuje po dhe aktivizo bënë në ekonomi, për kthej në biznes. S'ka gjë të keqe. Mëse më ha. Pse gështenet janë ka shtrajt, zoti shehu, se... Fatësi e madhe ka qenë, kjo vera s'ka pas shikë, për të vërtet e vonë të pas reshjet. Si vjetë nuk ka rendiment mirë. Besoj si që tash kur ra shiu, ka diku edhe do të kemë, ne bëjmë edhe ditën e gështenjes, e promovojmë gështenjes. Po, është tip festivali. E bëjmë ditën e ngjitjes aktivitete kulturore në Bjeshk, për të arrujt trashëgimin që e kemë pasur. E bëjmë manifestimin ditën e Plisit. Odat ato kullat e unikit që kanë qenë për para, i plet që i kanë majtë mirë kanë. Dhe tani jemi në fot të përfundu edhe një monografi ndër shekujt e unikut. Kam angazhu disa vullnetarë janë, profesorë, që kanë mbledh materiale dhe studime dhe do ta kemë edhe një libër monografie për unikun që do të jetë edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Gjuhën angleze për qëllime që çdo ambasador, çdo zyrtar i të jashtëm t'ja qesim në tavolinën ta ketë realizon ecjet e unikut që gjatë vitet të fshira. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Shehu. Qeverisja juaj 4 vjeçare, a ka ndonjë hapësirë që dikush me trokit aty dhe me thonë ka dalë se qëtu nuk është bo mirë, qëtu ka keq përdorim, apo diçka të tillë? Të gjitha ata që me kanë ardhur dhe më informojnë, jenë të mirëseorë. Unë pa bashkëpunim me komunitetin nuk mundesh me monitoru krejt procesin, edhe me dalë projektet si duhet, mirë të analizuara pa komunitet. Jënë të mirëseorë. Shpesh kanë ndodhur që unë kemi ndërtuar lodra të mive në promin e kanë thënë. Dëmtime të përgatitura. Por sido që qoftë, tash kemi vendosur edhe kamerat e sigurisë, janë jashtëzakonisht po monitorohen të gjitha rrugët e unikut. Unë kom gjetë kontrollin e kamerat të sigurisë, kom gjetë në zyrat e administratës monitori. Si kom marrë, kom zerë vendimin e kom qenë polici, sepse policia është kompetente për të monitorë, jo neve. Po. Këto janë veprimet që unë i kom marrë me njëherë dhe besoj se qytetarët e mi janë shumë të kënaqur dhe se për punën që kemi bërë çdo
gjatë këtyre 4 vite. Si do duket Uniku pas 4 vjetësh? Uniku do të ketë ndryshim të madh në Unik pas 4 vjetësh. Do të jenë të gjitha rrugët e rregulluara, mendoj kanalizimet e pa përfunduara akoma sekondare do të ketë. Në Unik pas 4 vjetësh po do të ketë investime edhe në bjeshkën e Unikut, që ka shumë të interesuar që të investojnë. Do të jetë ky mandati ju i fundit? Unë kam lanë me fort të drejtë militari i respektimit të demokracive të avancuara, kam thonë me një mandat ishte problem të përfundojsh projektet toa që ke planifikuar apo zotimet që ke dhënë. Mandati i dytë është i mjaftueshëm për me përmbyll atë vizionin e investimeve në komunë që duhet me vënë. Por nëse qytetarët apo ka interesime nga edhe partia, se unë jam i disciplinuar në parti nga drejtim, po unë mësoj që Uniki dhe DK-ja ka kuadra të rinjët një Unik, dhe ata duhet për ka dhe fep, gra dhe burra. Okay. Dhe në këtë drejtim duhet të dhanë mbështetje dhe hapësirë që të garojnë dhe të fusin në politikë. Rastet ralla kur një kryetar komune, një kryetar dege thotë që duhet të rinjt. Ty lëshohet rrugë se... Unë ashtu jemi edukuar edhe në familje edhe vetë në edukimin tim dhe unë mendoj se duhet kështu të veprohet. Duhet të japet hapësirë të rinjë. Të falenderoj shumë që erdhe për Uniku. Faleminderit. Të urej sukses. Faleminderit. Dhe uroj që të dielën procesit të shkoj i rregullt, pa probleme, pa incidente, pa gjitha. Faleminderit shumë edhe për ju. Shikues të nderuar, kaq kishim për sot, mirupafshim.